Hinë si hejna, pa vetë hinë, do më thonë në front hujen hinë pa vetë. Qysh me hinë shpi me drona, me helikoptera, nuk pëdia. Drejtarët jënë të hapë në gjatë që ma paralizën mu parcelën. Marrëveshje natyrale që mundet me hapë drejtarët vogla në pjesën e tyre. 300 euro që i kështë marrë për një pemë, për një fiq, edhe drejtarët edhe për bazenin. Labinoti ka marrë 6 muaj ka 100 euro si formë qirasë. Para disa ditësh kemi qenë në Gjakov pas kërkesës së vazhdueshme të Labinot Spahijut. E ky i fundit po i akuzon 2 ndërtues se i kanë hyrë në pronë për dritare Besa dhe për rrufepritës. Mirë po gjatë intervistës së tij për reporterin, ai nuk e ka përmendur asnjë pagesë që ka marrë, asnjë dokument të notarizuar. Fillimisht dëgjon në intervistë me Labinot Spahijun, më pas edhe intervistën me njërin nga ndërtuesit, Kastrot Hasin. Që kjo dera shtëpisë teme. Ka po kalon ti? Unë dal ka dera agjës. Pra nes më bë mundo, më bë muri, bëhet muri, nuk kam qasje me dal ka agja. Qysh me hinë shpi me drona, me helikoptera, nuk pëdia. Se s'kam qyshia, pa që kiqa, drasa, asene, nuk më i rreziku fëmit. Më ra far që kiqi, far drasa, qërë, ndërtimi i vrash, që sa hekri, sa, që nuk është në regëll hiq. Dhe më thonë, kur farë përgjësie nuk ka majt as komuna, as urbanizmi, kërkoshiq. Kum bo ankesa, kum bo kret, kur farë përgjigje nuk kum pas. E kum bloku për arsye se nuk e kanë bo zidin, me ma izolu pronën. Jem detyru mi bloku qështu që, se hin njerës, më nërë më thonë, bën nevoja, hin këtu, bën sene të ndryshme, e gjoj bërloga sene, jem dut mi mshel qështu ose më najtë roje. Nuk e kanë bo që të zidë, me 7 janar 2025, që njën konë policia këtu, i ka thirë baba, e kanë bo veç qatë zidin që me. Që ta nuk e kanë bo. Për arsye, si u ka vitë këtu, se këtu kanë donë rrëfepritësi poshtë e ka datë kutin që në tokë qëtu që. Qëtu 1 centim, afer pronës teme. 1 centim. Që shpilem të qëta qëtu, për shembull 1 centim, nes mas nes ty të prishet që kjo. A do me hija, petën pronë teme më shqetsu, mi regullu këto, a? Mu ka cënu prona jeme, më kam jetë të blokune që 2 vjetë prona. Janë të ardhën dhejnë piken 0, për shembull më objekt që aty dhejnë 1 centim afer, diko është 10 centim, diko është 2. Gjatë që nuk është në regull, se objekti është i paraqiten në komun me izolim. Për dhe sa i vjen izolimi 10-12 centim, 15 centim këti, qysha ja kanë leju me hinë pronën teme, apo qysh, që ta nuk pikom të kjartë. Përgjigja që sukon hiq korekte, ose sukon hiq legjitime në regull, për inspektores, do më thonë u konë, mu nuk më intereson a bën me izolim a pa izolim kjo objektin. Drejtarët jënë të hapë në gjatë që ma paralizën mu parcelën. Rrymën rrëfepritësin e kanë lonë tokë teme, do më thonë është e dalën e plus është kutia poshtë që e ka qëto rrëfepritës ato poshtë, është në tokën teme, në pronën teme. Komplet drenazha në tokë teme. Jem konë komunë, e kum kalzu dhe në komunë që kom i prish, kom i këputu në ato, hek një sësën regull, se nes mas nes me pas në i dëmtim që atyja, ki do më minë pronë teme apeta, apo kupton, gjatë që është mjeti rrezikshëm, është rrëfepritës, mu që këne mdalin fëmijët në shkollë, ka që kjo rrugë. Tash nuk mujën e mi leju që ta. Para një muje dishka, u konë mjeshtrin shpi, ka lip mi hek do hekra, do sanë, i kom thonë leq aty, dhe i ku të vinë mediat mi pas sanët. Jo e në raj, kom thonë, pëse si ke izolu vendin mirë, për më smëra këto. Mjeshtri më ka thonë, o thirë rekondush në Beograd, shko se kanë lidhje me shtetë, su një lunë. Une nuk kom lidhje me shtetë, une kom lidhje me zëtë. Ata nëse kanë lidhje me shtetë, në ta bojnë qysh dojnë. Esenca që këtu, do më thonë, është përdor pa drejtësi, është mashtru plaku jam. Gjeodeti jam privati, cili që e ka marrë baba, nuk e paraqet matjen. Në vend matjes, jep skic plan situacionit. Jem detyru me marrë gjeodet për Prizrenit. E ku marrë gjeodetin për Prizrenit, e ka bo matjen, ju ka lëze edhe matjen, ku shien numrat e parcelës, do më thonë. Nuk mundet më konë i njëjti numër. Së është i ndrun numri, unë e këmë këshyrë dhe në gjo portal jem hi, nuk është mo qaj numër, që shpja qëtë ati gjodetit privat tonit, cilin dëshoj që kanë korruptu, për dhe i sa e mshef matjen, paret i ka marë, gjallët ero i ka marë, për qatë matje edhe nuk e qëtë matjen, e mshef, jep plan situacion. Thirja jame është që unë du mi pru këtë punë më shku në gjykat, pëse nuk e qojnë në gjykat, a dojnë me nashti me bo problem, do më thonë për këtë punë, plus asaj, qëto konë kanalizimi që e kanë asgjësu, kretë e kanë hek. Do më thonë konë kanalizimi, sot nuk ndodhët heq, do më thonë e kanë asgjësu. Masanene,
ma ka hup drejten për ndërtim kështu, më ka thonë ti s'ki leje për ndërtim kështu që. E faktikisht, veç ajo që ka jap lejen, thëj ke leja s'kele, thëj ke sa, kimi bo dhe ti dugojen ku ishi, se unë e kom thonë që kom i boj dugoj shtu, unë e kom prit, do më thonë një jetë që du mi boj lokal të vogël, biznes familjar, me punu veç shtu që i kafe të vogël, se rruga është bëllë e frekuentune, ka bëllë levizje, nuk muj me punu kret jetën e për njerës, ku më nu qëtu mi boj lokal temin, do më thonë, njëherë ka thonë hajtë se kimi boj lokalin ton ti e lejo, masane kërë më shku me folë për leje, më ka thonë ti nuk i drejt për leje këtu të ndërtimit. Qysh për ma hup ti mu për ma paralizën parcelën, kret pas kanë leje, do më thonë veç kjo. A ke ti labinot me këta ndërtusit, a ke kërku llogari ose a ke kërku më marrë vesh? Nuk jenë konë përgjec, hiq. I ka thirë dhe baba disa herë, nuk jenë konë përgjec, nuk jenë korrekt. Çka ju kanë thonë? Çka i kanë thonë babës? Disa herë nuk ja kanë qua as telefonin. Do më thonë i ka thirë baba pi Amerikës, unë e faktikisht kum pas edhe probleme ta se si jenë konë sjellshëm. Kanë hi qantë, qëtu ma kanë lonë 2 muj shpinë qelë, 3. Më kanë hi qantën 3 natës, mu ka tram fëmija 1 vjeç. 1 vjeç e gjys djali vogël, mu ka tram, jem taku me ta i kom thonë që shtu, ma ka bo, ma kish qëtësu familjen i kom thonë, 3 natës më kanë hi qantë, ma kanë shkuj bazenin e fëmive, kretë më kanë bo dom, i kom thonë ma kish qëtësu familjen, më ka thonë pësa bo kiameti që ta kemi shqetësu familjena, që kjo Lorik Sulhasi. Kastriot Hasim ka thonë, më konë ka donari, ja kështë që kafet me tabak. Do më thonë, i kom njerës dëshmitarë që në konë aty që i ka folë. Veç që më konën, se këto fjallë me t'i thonë është e rona, beti që fajtorë janë këta me komunë, cilë kanë lidhje me komunë. Do më thonë, duna mi mshelë se hinë si hejna, pa vetë hinë. Do më thonë, në front hujen hinë pa vetë. Do më thonë, tash nuk përdi qysh mu më të mëmi dikush për dhe sa i hinë dikush pa drejtësisht në front. Shka me bo, ku mu anku, kuj mi thonë. Duna mi mshelë, nuk kam qarë. Disa herë kina jena ballafaqu me këta, na i kemi ekspertizën gjyqësore edhe ekspertat geodez, e kemi marrëveshjen notariale që baba i Labinotit, Gzim Spahia, e ka bo me ishpronart, marrëveshjen notariale që mundet me hap dritaret vogla në pjesën e tyre. Këtu sa i përket vijës kufizuese, na jemi të larguar në fillim është 17 cm, 4, 6, 10, 8 cm, na kina bo vinë drejt, aty që ka qenë e kina bo vinë drejt kufizuese. Na kemi hapsin mi bo izolimin, edhe kina pas marrëveshje para praka. Ky pronar i Labinoti ka marrë 6 muaj ka 100 euro si formë qiras, për milion skelet. Mas 6 muaj i krapi shmon nuk ka dosh me vazhdu edhe na ka hek skelet. Si me thonë, me dhuna ka hek i skelet sa më shpejt, edhe kina hek skelet. Tash nuk di çfarë akuzaj, unë i kam dokumentat, muna më ballafaqu me dokumentar zyrtar, jo me fjalë. E puna e mureve, që shka qenë Kastriot? Puna e këtyre mureve këtu edhe atje nalë. Po, na muret i kina bo në pikën tonë. Më thonë, nuk i kina bo, na kina mujtë edhe mësë me bo murë. Kina mujtë me bo vetëm me hekra. Po kina bo me murë, se ka thona për na bo me murë, kina bo sa ka lyp murë në 2 metra, 2 metra, sa ka lyp aje, kina bo murë në pjesën tonë, nuk e kina zapu pjesën e ti. Tash nuk di shka lyp tjeta, mundu gjithë shka me lyp, po duhet me pas fakte. E sa i përket çështjes së rrufepritësit? Rrufepritësit na kemi pjesën tonë, se kemi diku 10, diku 17 cm që i na tërhek. Rrufepritësi as 1 cm nuk i zan, na kemi pjesën tonë. E kina qita ne, po është në pjesën tonë, nuk është në pjesën e ti. A jeni ndjeni që ju ka kaput rrufepritësit? Po, në ka kaput, për shumë bos, në ka kaput, në është tek që E gjithashtu ka pretendu se ju e keni mbyllë edhe kanalizimin. Ja, s'kemi, ka lidhe me kanalizim, heq, na kemi kanalizimin tonë, nuk ka lidhe me kanalizim. Na, për kundra që kina thonë, mund është mu lidhe në kanalizim tonë, se nuk na qënë pesh, nuk na dëmton në isani. Këmë thonë, lirisht që dhe kanalizimin pjesën tonë. Në që sa e ka fakte, që ka në ingjizim që ja kina mbyllë kanalizimin a muaj me a kompenzu. Po na, për kundra si, ne kina thonë, lidhëm kanalizimin tonë të i. E këtë të akuzat të A i mund çdo akuzë me po duhet me pas fakte. Na kem fakte ekspertizë tash gjyqësore që ndalë geodezat, ndalë inspektorat të ndërtimit, e kanë verifiku edhe për dritarës që na ka akuzu, na kemi pëlqimin notarial. prindit. Po, prindit vetë, Gzim Spahis, nuk di shka për dënë çfarë akuzë, ai për dënë, çdo akuzë nuk më bo, po duhet me pas fakte. E nëse vjen puna nesër masesën në gjykatë në ballafaqu, sa ai e kish që dro që thë i ke pse s'po vjen puna në gjykatë, a jeni të gatshëm? Po, gatshëm po, se kemi dokumentacion lirisht mu ballafaqu në gjykatë.
Nuk ka nevojë, po që ka nevojë që do ne mu ballafaqu. Nuk ka problem, nuk ka të lashe. Edhe ata mi kallzun disa faktura që ata kishin pagu qiro për skele. Edhe ish një dokumenti notarizum për punën e drejtarëve, ti s'm ke njoftu më fare për çito. Dokumenti nuk është i nemen me taj notarizum. Kontratë notariale me ata që kanë pas shtëpia. Nemen me ata është ajo. A ke marrë pare qiros për skelet e? Po, kur jem kon pa ardë baba këtu, unë e ku nalë dhe ku hek, edhe skelet ja ka hek ajo personja që ka ajo vleni, ka thonë hek i skelet se nuk bën. Skelet ja ka hek ajo, ja këna hek në vës që s'ka pas marrë din qatë pika, po pas mu larguaj. A s'është e vërtet që ti... Sa pare ke marrë për skelet i labinat? Veç 3 muj, 4 muj. A si ke marrë 6 muja? Ja, 4 muj, 4, jo 6. 300 euro që i kështë marrë për një pemë, për një fiq, edhe dritaret, edhe për bazenin. Po, që bo, që i dom, po, po, normal, pësa ku mi pagu unë ato, dome që janë thujnë drejtare ta. Po pëse s'm ke kallzu e labina që ti kishin pagu, se u dosh me mi kallzu krejt informacionet edhe ti, edhe për qira, edhe për që i ke marrë 300 euro të tjera. Po, mirë, unë ajo kënë dëmë që e kanë bomër, e kanë shkaktu, pa lej mu kërkonin një e kanë nërzu shpinë. Ka mujtë me zonë fmita, i përdi qysh. Ajo është të bone këtë në dalavere, ti qikë. Unë e du me qumë gjykat këta,